Andi, më dëgjon? Po, përshëndetje. Përshëndetje, çfarë ka ndodhur në gjimnazin Skënderbeu të Krujës? Po, faktikisht ka qenë një akt papjekurie, do të themi, nga ana e një nxënësi të vitit dytë të gjimnazit të Skënderbeut qytetit të Krujës. Ai që ka bërë që disa prej këtyre nxënësve të këtij gjimnazi të ndihen keq. Konkretisht, një 16 vjeçar nxënës i vitit të dytë ka hedhur në ambientet e shkollës, pra në ambientet e klasës, i ka hedhur një sasi lëndë djegëse, spray i cili për vetëmbrojtje, pra me bazë piperi, dhe përpasoj 6 nxënës të kësaj klase janë ndier keq, pra 3 për cilët ndodhen në spitalin Stefan Gjoni qytetit të Krujës, ku po trajtohen me serume dhe medikamente të tjera, ndërsa disa të tjerë po trajtohen në ambientet e shkollës, pasi nuk kanë shfaqur probleme serioze. Ndërkohë, autori i ngjarjes dhe një shok i tij, pra bashkëpunëtar i tij, janë shoqëruar në komisariat ku po merren pyetje nga ana e policisë për arsyet të cilat i kanë shtyrë pra të kryejnë këtë veprim. E kuptoj. Faleminderit atëherë. Faleminderit ju. Ky ishte lajmi i fundit, shkojmë tani në publicitet.